Radio Emanuel. Ngrihu, buzëqesh dhe fillo ditën me dritë. Me buzëqeshi i ditës, çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte në orën 8:35. Mbushur me frymëzim, me gëzim dhe muzikë që ngre shpirtin lart. Ndiqni programin ton në Radio Emanuel dhe le të jetë çdo ditë një mundësi për të parë të mirën dhe për të ndjerë paqen e Zotit. Buzëqeshi i ditës. Mirëmëngjes të dashur miq, të cilët jeni duke na ndjekur live në valët e Radio Emanuel dhe mirëdita për ata që do të jenë duke ndjekur ritransmetimin e programit Buzëqeshi i ditës në orën 13:10. Mirë se keni ardhur edhe në këtë puntat. Sot ne do të ndalemi tek një temë që më pëlqen shumë. Do të flasim për ëndrat të cilat bëhen realitet. Në këtë episod do të njohim historinë e një gruaje shqiptare që e nisi nga Korça dhe sot ndriçon në skenat ndërkombëtare të letërsisë. Bëhet fjalë për Blerina Pëllumbi, autoria shqiptare e cila jeton në Francë, është shpallur autoria e vitit 2025, me romanin e saj Lotët e një gruaje. Një vepër që ka prekur zemra në mbar botën dhe është përfshirë si finaliste në Impact Book Awards të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku më pas u shpall edhe fituesja në romanin bashkëkohor me romanin e saj Lotët e një gruaje, një roman i cili rrëfen udhëtimin e një gruaje që përballet me sfida, por nuk dorëzohet. Një histori që flet për forcën, shpresën dhe besimin, se çdo ëndër e ndjekur me pasion mund të bëhet realitet. Prandaj sot, të dashur miq, përmes kësaj historie frymëzuese ne do të kujtojmë se pasioni është një thirrje që nuk mund ta heshtësh dhe që përkushtimi mund të çojë edhe më larg se sa ti e imagjinon. Ne do të dëgjojmë sot edhe nga vet Blerina, por në këto momente unë ju ftoj që të ndiqni Un kam një mik nga Isli Islami që ndroni Islami. Dhe është momenti që tani ne të dëgjojmë vetë nga Blerina Pëllumbi, e cila në pamundësi për të qenë live këtu në studio, duke qenë se jeton në Francë, na ka dërguar një mesazh të regjistruar posaçërisht për Buzëqeshi i ditës. Ajo do të ndajë me ne udhëtimin e saj krijues, momentin e vlerësimit ndërkombëtar, dhe mbi të gjitha ajo ka edhe një mesazh për çdo që mban ende brenda vetes një ëndër edhe për të gjithë krijuesit e rinj. Do ta ndjekim dhe rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne. Gather the community. Emmanuel Radio. Përshëndetje dëgjues të Radio Emanuel dhe programit Buzëqesh i ditës. Blerina Pëllumbi ju përshëndet nga Franca, ashtu siç keni dëgjuar në rrjetet sociale apo dhe në intervistat që ja dhënë në disa gazeta shqiptare. Unë jam fituese e çmimit autori vitit 2025 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili mu dha në një gala të madhe që u zhvillua në Hollywood nga Impact Book Awards me presidenten e saj zonjën Nim Stat. Ky çmim prestigjos që mu dha në këtë event kaq të madh, ku morën pjesë letërsi botërore, por në të gjitha zhanret ose llojet e letërsisë, unë isha e nderuar sepse mora kupën si autori i vitit në versionin roman bashkëkohor familjar me librin tim me titull në shqip Lotët e një gruaje ose në anglisht Tears of Woman. Arritja e kësaj fitoreje nuk ishte e lehtë, sepse të paraqitesh një libër në nivele kaq të larta konkurrimi, ku ishe përballë edhe personave bestseller, mendoj se është një arritje shumë e madhe e letërsisë shqiptare. Jam krenare që këtë kupë e mban një grua, por edhe me një libër për gratë, sepse libri Lotët e një gruaje është një histori e bukur e një gruaje shqiptare. Unë në fakt e kam paraqitur librin si fiction, bashkëkohor, pra duke e përgjithësuar figurën e gruas në libër, dhe jam shumë e lumtur që mbaj këtë titull tashmë,
jam krenare për Shqipërinë time, ju përshëndes të gjithëve dhe do doja veçanërisht të përshëndesja krijuesit e rinj, duke ju thënë që të krijojnë sa më bukur dhe çelësi i suksesit, mendoj i gjithë krijimtarisë time deri më tani, është sepse unë jam realiste dhe shkruaj me emocion. Vetë ky çmim, pra Impact Bukuar, jepet vetëm kur krijohet një emocion i thellë, krijohen mesazhe universale, të cilët do t'i shërbejnë gjithë globit. Dhe kjo nuk është një fitore pakët për letërsinë shqiptare. Në Hollywood ne ishim 2 shqiptar, njëri në poezi dhe unë në prozë, ishte dhe zoti Kujtim Ajdari, i cili ka qenë prezantues finalist me një libër në poezi me titull In the Ways of Life. Si emigrante që jam, unë nuk u paraqita dot në sallën e Hollywoodit, por librin tim e përfaqësoi denjësisht zoti Kujtim Ajdari, sepse ne duhet të ecim në tapetin e kuq të Hollywoodit me libër në dorë, pra të gjithë personazhet finalist, sepse ne u zgjodhëm finalist, duhet të kalonim aty dhe Kujtim Ajdari më prezantoi mrekullisht në këtë event, të cilin ju them të vërtetën nuk e prisja të arria fitoren, pra të merja kupën, sepse të gjithë finalistëve ju dhanë medalje dhe certifikata, ndërsa unë mora kupën plus medalje dhe 2 certifikata vlerësimi. Faleminderit juve që më ftuat, faleminderit të gjithë atyre që sot po na dëgjojnë. Faleminderit zotit Kujtim Ajdari për prezantimin tim të librit Lotës e një gruaje në Hollywood dhe urojmë fitore të tjera nga emra të tjerë të realizuar në letërsinë e bukur shqiptare. Ditë të mbar të gjithëve. Radio Emanuel. Frymëzohu me të vërtetë. Sa e bukur dhe sa e ndjer ishte gjithçka që ndave me ne, dashur Blerina. Faleminderit për këtë mesazh i cili na foli drejtë në zemër. Të urojmë suksese të pafundme, jo vetëm për këtë arritje, por edhe për mënyrën se si e ke ndriçuar letërsinë shqiptare me një zë të fortë dhe të ndershëm. Por sa bukur është edhe kur një ëndër e rritur me durim dhe dashuri merr formë. Dhe si që tha edhe vetë Blerina, çdo arritje mban brenda edhe një histori për ulësie, besimi edhe për kushtimi. Në fund të këtij udhëtimi të bukur të saj, ajo ka zgjedhur që të falenderoj çdo njeri që i ka qëndruar pranë me mënyrën më të ndjerë që njeh një shkrimtare, përmes poezisë. Poezia e saj mban titullin Kur engjëjt përqafohen në eshtje. Një dedikim pra për të gjithë ata që besuan, për ata që e mbështetën dhe për gjithë ata që në heshtje dërgojnë dashuri e mirësi në jetën tonë. Besoj që gjithë secili prej nesh mundet ta gjejë veten në poezinë e saj, prandaj dëshiroj që ta ndaj me ju në këto momente. Kur engjëjt përqafohen në eshtje, shkruar nga Blerina Plumbi në Francë më datën 10 tetor të vitit 2025. Kur engjëjt përqafohen në eshtje, nën shikimet e një dielli mbushur plot shi, shkrihen edhe plagët, bëhen ylbere, ndriçojnë botën e gënjeshtër, botën ngjyrë gri. Grisen si tantella humnera të tëra vetmie, dhimbja thyhet pas dimrit, në kërcitje, agimesh. Mirazhi pa dukshëm bëhet dhe vetjeta, mërgjimtare që falheshtas të gjitha lëndimet. Engjëjt përqafuar zjarin yje shërëmbejnë, thurin magjifjale në një qiell të qelqt. Aty mbërthejnë trishtimet e gjithë ligësit. Aty me tinguj sirenash zjojnë të ëmblën shpres. Përqafohen engjëjt në heshtje, buzëqeshur, në një botë të çmendur, që zhurmës i jep krah. Aty ku lindin dhe vriten të vërtetat e jetës, aty zën këndojnë, por aty zën dhe qajnë. Një poezi e bukur, e ndjerë, të cilën ajo më pas e ka kthyer edhe në një këngë të interpretuar nga grupi Il Gruppo della Gioventù,
një bashkim pra i ndjesisë poetike me tingullin muzikor që ngron shpirtin. Prandaj tani ftoj çdo dëgjues që të dëgjojë ekskluzivisht për Radio Emanuel këtë këngë, e cila është një ftesë për paqe, dritë dhe dashuri, sepse ndonjëherë edhe kur ëngjëjt përqafohen në eshtje, zemrat tona din të ndjejnë. Quando gli angeli abbracciano silenziosamente sotto un sole pesante di pioggia, anche le ferite svaniscono diventando arcobaleni che illuminano un mondo di menzogne dipinto di grigio. Le profondità della solitudine si strappano come pizzo, il dolore si frantuma dopo l'inverno. Nel crepitio dell'alba la vita stessa diventa un miraggio invisibile, un esilio che perdona silenziosamente tutte le ferite. Abbracciando il fuoco gli angeli rubano dalle stelle, intrecciando magia di parole in un cielo di vetro, li legano il dolore, tutta la crudeltà, li con canti di sirene risvegliano dolce speranza. Quando gli angeli abbracciano silenziosamente, sorridendo, in un mondo folle che dà ali al rumore, dove le verità della vita nascono e si perdono, dove cominciano a cantare e cominciano a piangere. Le nuvole danzano nel vento, le loro ombre ci abbracciano con amore. Ogni lacrima che scende è una storia solitaria scritta nell'aria come un canto d'amore. I nostri cuori come tamburi battono in sintonia sotto il cielo intriso di un rosso fuoco. In questo momento tutto è possibile, ogni sogno e speranza volano oltre il doloroso. Abbracciando il fuoco gli angeli rubano